350 Delviniot peticion Bashkisë Sarandë kundër terminalit të ri të autobusëve. Pambushur 2 muaj nga hyrja në funksion e terminalit të Sarandës për autobusët e linjave ndërqytetëse, një varg ankesash janë drejtuar Bashkisë së Sarandës, që e konsiderojnë zgjidhjen jo praktike dhe investim të dështuar. Të parët që kanë reaguar kanë qenë operatorët e linjës Sarandë-Delvin, që janë drejtuar Bashkisë së Sarandës me kërkesën për rishikimin e vendimit që stacionin e kësaj linje e çon në terminalin e ri. Pas heshtjes ndaj kësaj kërkese, këto ditë në Bashkinë e Sarandës kanë bërritur një peticion me 350 firma të banorëve Delviniot kundër kësaj zgjedhje, që për udhëtarët e kësaj linje do të thotë më shumë sorollatje, humbje kohe dhe kosto-shtesë për të mbërritur në Sarandë dhe për të mbaruar punët e tyre. Përballë heshtjes së deritanishme të titullarëve të Bashkisë së Sarandës, 350 Delviniot që kanë firmosur peticionin kërkojnë të dëgjohen, me ta të organizohet një dëgjesë publike dhe argumentat më të arsyeshme të kthehen në një zgjidhje më të mirë për interesin publik. Terminali i ri ndodhur tashmë në qafë të gjashtës në një godinë 3-katëshe, kap një sipërfaqe mbi 11.000 m2. Ai pritet të shërbente si qendër e mikpritjes dhe piknisje dhe mbërritja kryesore e nisjes për autobusët ndërqytetas dhe të linjave ndërkombëtare, duke menduar se investimi do të ofronte më shumë rregull, siguri dhe komoditet për qytetarët dhe mijëra turistë që vizitojnë Sarandën çdo vit. Por në praktik, kjo zgjidhje rezulton me peripeci të shumta, edhe për udhëtarët nga Saranda që shohin se investimi nuk është shoqëruar me organizim praktik për të shkuar në terminal. Qytetarët tonë se edhe sinjalistika për të shkuar dhe për të dalë nga terminali mungon, duke u kthyer kjo mungesë në burim serioz për aksidente.